Ndodhemi në fshatin Rushdie, në një vend peligrinazhi dhe vend të shenjtë që quhet Mekami i Baba Mustafait. Fjala Mekam vjen nga arabishtja, që do me thënë vend i shenjtë, Meka, fjala Mekam, vend i shenjtë ose vend ku ka qëndruar një njeri i shenjtë. Jemi këtu për të eksploruar pikërisht këtë vend dhe për të kuptuar më mirë se cilat janë disa nga legjendat, gojdanat e këtij vendi dhe çfarë flitet për të. A kanë ato një bazë shkencore, a kanë një bazë folklorike popullore, apo kanë një prapavi fetare dhe çuditëbërëse. Kush vjen për mirë, mirë e më mirë do t'i vej, e kush vjen për keq, atë që kërkon do gjej. Në fshatin Rushdie, jo shumë larg patosit, ndodhet një vend që për shekuj ka ngjallur kurreshtje, frikë të shenjtë dhe respekt të thellë. Banorët e njohin si varri i gjatë, një hapësirë e thjeshtë, por e mbushur me energji që ka marrë përmasa legjende në kujtesën e brezave. Njerëz nga zonat përreth, por dhe më larg, vijnë këtu për të lutur, për të kërkuar qetësi shpirtërore apo për të ndezur një qiri në heshtje. Askush nuk e di me siguri kujt i përket vari, por të gjithë vijnë të gjejnë të njëjtën gjë, paqe dhe mirësi. Sipas gojdhënës, ky var i përket një prisi të lashtë, i plagosur rënd në një betejë. Thuhet se ai mbriti në këtë vend duke mbajtur kokën e vet në duar. Trupi i tij ishte gjigant, thuhet gati 13 metra i gjatë. Ai u ul për të shlodhur dhe nuk u ngrit më kurrë. Të moshuarit thonë se ai që pret aty ka qenë një njeri i drejtë, një shenjtor i panjohur, apo dikush që ka lënë bekim pas vdekjes. Asnjëherë askush nuk ka guxuar të gërmojë apo të kërkojë më shumë. Shumë njerëz që kanë kaluar vështirësi shëndetësore, financiare apo familjare kanë ardhur për t'u falur pranë këtij vari dhe siç thonë vetë janë kthyer me shpresë të re. Një nga njerëzit që e njeh më mirë këtë vend është Gëzim Karari, rojtari përkushtuar që prej vitesh kujdeset për pastërtinë dhe mirëmbajtjen e tij. Ai e quan shtëpi Paçati dhe amanet të brezave, duke e ruajtur me devotshmëri. Ne nuk dim të gënjejmë, thot Gëzimi me një buzëqeshje të qetë, nga gënjeshtra Gjenbelan. Këto vendet e mira janë tradicionale, është tradita jo ikën. Ai që ka qenë, i di ato më mirë, siç është historie e këtita që ka qenë emigrant, motre vëlla në Itali, beri 5 lek, i themi llafit neven, edhe i thot motrës do iki vllai të çoj buk fëmijëvet. Po thotë, fëmijëvet motrës do çosh, po thotë që vllai. Po ishte njëri gjigant. Mos u bëni, tash nuk do të dyshoj nëse Zoti ka gjithë ato gjëra apo jo, të themi të drejtën. Allah, thoj. Mashallah, ky njëri gjigant që. Unis në Italia me Ania dhe i vavendi dhe u mbyt. Psoj defekt. Ky kisha manetin e fëmijëve edhe atë e ndihmoi Zoti, se t'jep mend Zoti, ndihmon Zoti, luaj ka me duar për momentin, thot vetaj. Ta jep shuajin atë, luajti ka me duar doli. Shpëtoi, eri gjallë dhe me kam erdhi, ka ardhur deri këtu. Këtë i luftoi, se qa lufte bëjsh se me Austrinë, se me do të gënjejnë, se kështu ka po të populli konesh. Është plagosur ati ma thanë vendin, e quajtur mamatës i themi neve, qatë mashkullovës, i plagosur ati me kokë në dorë, ka ardhur deri këtu. Këtu, bashkëtarët tanë, qa ke kështu, i tregoj historinë, nuk mbijetoj me. Po thot bashkëtarëve tanë, amanet u qonin fëmijët bukë. Se amaneti nuk e tret dheu, është fjallë popullore që një çdo vend ku vdeq. Ashtu bën ata, ndëroj jetë këtu. I bën ato rritet, i bën edhe këtë shtëpinë Paçati, siç ashtu, edhe lanë një njeri që ishte i fesë, se feja është kulturë. Ti shërbente dhe bente për të mirëmbajtur. Edhe shërbyen tradicionale në vitet 951 apo 50 ka qenë gjyshi, Adem Hoxha, Adem Karari, por që muri gjyshi babajt, deri në 51-shin. Në
51 që ka ndruar jetë gjyshi. I shërbente babaj, djali tia, se një djalë kishte. Në kujtesën e fshatit një ngjarje ka mbetur e gdhendur. Më 15 maj 1967, të rinjtë të Rushdies morën urdhër të shembin varrin e gjatë dhe gurët i përdornin për ndërtimin e një çerdheje. Por jeta e tyre që vun dorë tek vari i gjatë nuk shkoi siç ishte planifikuar. Me shkollë s'jam, po plaku më ka edukuar. E më thosht llafe të mira, jo llafe të keqe. Këtu kush ka ardhur, ka bërë mirë, mirë ka gjetur. Një bot këtu ka qenë delikuar, ka ardhur një herë, ka marrë 300 lekë këtu, me lekët e Enver Hoxhës, i tha i shoku më së merë gjuna. Sa ka lejë këto ma thanë se i këtë mbaqë, husë të murti, vajtë një shpi, i thoti jadi qake, opo këtu. I jep 500 lekë djali tjetër, i thot, i ka tjenë hidhi, i dha dhe 200 lekë në thepë, erdhi hodhi parat këtu, o përmirësua dhe kërkoj falje. Në 5 maj apo në 15 maj të 67-ës u prish? Këtë nuk e vërtetojnë, po ka qenë në muajin maj. Po çfarë ndodhi? Unë kam qenë në rini, e na kanë urdhëruar të vinë prishnim të këtu, plakus më ka lejuar. Erdhën këtu njerëzit e prishën, edhe një sekretar partije, eri me ata, po seri këtu apërin edhe me ata. Thosh, që unë he vazhdoni, thosh. E prishtin për një 3 vetë, nuk folën llafe të mira. Se ishin të detyruar të vinë këtu në qeveria, se ai liq ish ajo, ish diktatura atëre. Ata ulni kokën e punonjin. Ata kanë thënë llafe të keqe këtu. Të 3 ata janë smurur. Njeri u çment iku lakurik në shtëpia. Njërin e vrau mërtaja ditën e dytë në duart e mia. Ajo qupa prap u çment. Që ka ndodhur këto. Pse ata 3 që duan, që folën llafe të keqe, u eci keq më bejt. Të tjerë punuan, ullën kokën, i rëzon gurt, paron punë ikën shpi, si gjeti gjë. Deri në 67-ën, merë vendim si që ishte ajo kohë, do themi, qysh të prishën kisha xhamia, si që kje, po jo të prishë, po të mbyllësh. Se me thënë të drejtën e Enver Hoxhës, kur i thamë pse i prishe, abuzojnë të tjerët shumë. Po mire, to janë në qende, po abuzojnë të tjerët shumë, në më thënë delin tjetër, për këte emë shumë, pse Zot e Zot, edhe i mbyllë. Fshati këtë janë, të prishim, e prishën. Të 3 çuna të rinj, si që Llafosi dhe i shoku, që vunë dorë aty, bile njerit i thonë t'jati të shpi. Gjaju meri thonë, myrë tu apo vetë dorë aty jenë. Nuk më dëgjohën, tha, se pos dëgjohë baban, e këtë humur davan. Erdhi këtu, si që Llafosi dhe i shoku, vajtin zborë, shoku për shtyni këshu, të tërës për e mbanda i trak, i doli vuri cupi, se më sonda jo, unë jam me i, po tjep, kur të bënd të mirë, zot e këshu, rrugë se ke e zuri murtaja. Atë tjetrin e zuri qerja, si që të regoj dhe i shoku, edhe atë vajzën, kanë gjetur belan. Nese e prishën, i muarë gurët, bënd qerë dhe ati lartë të qendra e kooperativës. Gurët binin një në një, nuk qëndroni, se ishin gurë me po bere ati, se gjona i lartë, çdo lloj kohe. La njeri traktori, se vinde vendi qezë aty, traktori, la traktorin e vajti e qendë aty për Llafosin shokut. Traktori një të shpëtua frenë dhe i vajti murit, bëbi i ka rënë asaj për të çuditur, që më thënë që kjo këtu meriton këta gurë këtu. Edhe kanë qenë e mbajtur mirë, sepse është mirë mbajtur gjithmonë. Këtu ka pasur shumë vida të mëdhenj. Shumë vida të mëdhenj. Tashin janë të rinj, ka mbajtur unë 70 vjet se e lanë burazerë pas tek babait. Ka janë vida janë kualip. I kemi mbjellë nena shikta, po ja vidi dhe kesh aty. Po në ato kohë s'kishte kulipsa për gjëra kështu, ishin vida tradicionale. Morën sharrat, kooperativa morën sharrokët, shargjinjt, na Korça. Erdhën për të prerë këtu, u këput sharra.
një të marsharët e ikën nuk të dhem dora tjetër. Ja vidin, është tjetër është njëri aty, e tjetër këtu, po çdo gjë 50 vjet ajo u ashuhet. Edhe po se mirë mbajt e këte, nuk duhet të jashuhet tash në la, nuk ta burazeret. Si i madhi dhe i dyti, unë me ashu njeri gjane, po vija edhe unë e mirë maja. Po më thot një fshatar jon, o gëzim, thot, rrjen e posha patoksi, thot. Vim atje zgjajmë një njeri atje, thot, që na thot një laf. Është nga dera juaj, për se është dera juaj. Thashun të më falësh, një tipu motorit tu, vi këtu e gjaj pa pastruar, pa mi majtu. Njerëzit ti vjen me shpirtin tënd aty 100 lekë pje fjala, po 1000 sa, siç ke hallën, pas sa të ke mundsi, nuk të kërkon ai. Thot vetëm kujtohem dizën qerit. Po ndezë qerin, i ketë ashuvat. Arkeologët që kanë studiuar zonën thonë se mitet shpesh kanë një bërtham të vërtet. Në afërsi janë gjetur mbetje qeramike që i përkasin fundit e epokës së bronzit dhe fillimit të periudhës së hekurit të ngjashme me ato që janë zbuluar në Margëlliç. Në tumen e Patosit, varret e gjetura tregojnë për njerëz më të gjatë se mesatarja e kohës. Vari qendror, thonë studiuesit, i përket një burri rreth 1,90 metra i gjatë, pa kokë, një gjatësi jashtëzakonisht e rrallë për atë epokë. Kjo e bën të besueshme që legjenda e varrit të gjatë mund të ketë rrënjë të lashta, ndoshta ilire. Çdo të enjte 3 gra të moshuara nga fshati me emrin Gjyna Qare vijnë të ndezin qirinj e të luten në heshtje. Njëra prej tyre me duar që dridhen lehtë rrëfen. E kam gjona deri mamoj, mamaja ime. Në ngjerë, edhe këtu vijmë, dhe kujtja vogël vija me mamë. Gjithmonë. Një moj zotit të. Shtu ka e së vrara i të ngeli. Tu është vrarë të ngeli. Si di shenje. Marsi për të gjithë, zotit në ndihmoj. Mama timi ka vdekur gjeta fëmijë. Ka bërë 13 fëmijë dhe kundra 6 ngellë. Eri këtu, ngellëm neve. E di që ku kemi patur nevojë, që kemi qenë sëmur ose tu, kemi ardhur, kemi kërkojtur ndihmë këtu, kemi kërkojtur edhe një çik dhe, kemi kërkojtur edhe një çik dhe për ndihmë për çdo gjë. Për çdo gjë. Edhe Zoti na ka ndihmuar dhe na ka nxjerrë në selamet Zoti që i thonë. Si mbaj gjithë botën. Gjithmonë. Të gjithë botën. Po bëjnë dhe kurban, kemi bërë dhe kurban. Kam qenë unë, do martoja djalën una dhe u sëmura bëra keq. Vajta në spital. Burri im i tha djalit me një qenq edhe shpejta bësh kurban. Erdhi bëj kurban e ndaj mishin në një çik të gjithë, jo ta marrin në shtëpinë tonë. E ham marrin dhe për vete sa për të ngrënë njoft. Për mirësi. Për mirësi. Edhe Zoti na ka ndihmuar ja të kam. Sot e 20 vjet. Sot e 20 vjet ja të kam. Që vajta në priret brisku që i thonë. Ja të kam sot, po jetoj. Tu vinë ashtu anë. Vi gjithë. Nga ashtu anë. Në mirë ky. Aty edhe nga Lezhë, aty nga në të gjithë rrethet. Aty edhe Mallakastra ka vetë. Të dinë të gjithë, edhe bota duhet ta dijë këtë vend këtu. Kam besim. Duhet ta dijë edhe bota këtë vend. Nga jo. E ne kemi besim çdo vit, jo çdo vit, po ne edhe ditë e shenjta që janë kështu, ne vim. Kur s'kam dritë në shpirt, vi këtu. Edhe një fjalë s'tua, veç e ndjen që të lehtësohet shpirti. Për to vari i gjatë nuk është thjesht një vend për të vizituar, është një shtrenjtë shpirtërore, një prekje e së shenjtës në tokën e tyre. Askush nuk di me siguri se sa i vjetër është vari i gjatë. Banorët thonë se ka qenë aty që kur kujtojnë pleqt e parë të fshatit. Disa e lidhin me periudhën osmane, Mekati, vendi i shenjtë i Baba Mustafait, të tjerë me ndonjë figurë fetare të hershme që përmendet vetëm në tregime, por një gjë është e sigurt, koha nuk ja ka zbehur ndikimin. Sot vari i gjatë nuk është thjesht një vend pelegrinazhi, por një trashëgimi shpirtërore Mallakastrës, që dëshmon se si njerëzit përmes besimit dhe frikës së shenjtë kanë ruajtur kujtimin e përbashkët ndër shekuj.
Në një botë ku legjendat po zbehen dhe ritmet e jetës po ndryshojnë, ky vend i vogël betet dëshmia e asaj që nuk shuhet kurrë, lidhja e njeriut me të shenjtën.